Në KZ numër 79 që i përket bashkisë me Maliaj ka përfunduar numërimi i votave të zgjedhësve të 11 majit për subjektet politike si dhe për kandidatët, ku edhe në këtë bashki ka kryesuar Partia Socialiste me 3003 vota, ndërsa Partia Demokratike ka marrë 1444 vota. Në zgjedhjet e vitit 2021, në këtë bashki Partia Socialiste mori 3271 vota, ndërsa Partia Demokratike 1404 vota. Procesi zgjedhor në KZ 79 të Memaliajt ka përfunduar plotësisht. Jemi duke mbyllur vendimet, duke bërë proces verbale dhe vendimet përmbledhëse dhe do t'i drejtojmë KZ-s për t'i quar ato vendime. Rezultatet kanë përfunduar, janë nxjerrë. Kryeson Partia Socialiste me 3003 vota, duke u ndjekur nga koalicioni i djathtë për Shqipërinë madhështore me 1444 vota. Ndërsa për sa i përket votave të kandidatëve, kandidatët e Partisë Socialiste kanë marrë Piro Dhima 89 vota, Anila Dimitri 23 vota, Shuqiri Hysi 954 vota, Tërmet Peçi 1635 vota. Ndërsa nga Partia Demokratike, Mariklen Dervishi 1126 vota, Bajram Hysa 29 vota, Alma Kore 28, Arben Ristani 81.